artuj, edhe te na, edhe në Shqipni, se na e kemi hollin këtu, kanë qenë trenerat mirë dhe të suksesshëm. Do me thonë, na kemi gabu shumë të përzgjedhja e trajnerve. A ka trener aventur në Kosovë dhe Shqipëri për me marrë drejtimin e Kosovës dhe Shqipërisë? A ka trener aventur, kjo pyetje historike, po do të mi zbulu, do të me kështu një trener që po bën sukses, që është në momentumin e mirë, edhe m'ja besu. Edhe unë besoj që i ka. Unë besoj që i ka edhe ka pas gjithmonë. Kështu ka qenë pyetja, a ka lojtarë të Superligës që i mujnë me lujtë në kombëtare? Jo, se Superliga e do. Tash po del që i ka. Një emër për shembull. Edhe futbolli, esenca e futbollit është të dhënia e mundësisë. Futbolli është, ne e kemi atë lojtarin që shënoi për Australinë, ai është refugjat, i shkon si bebe refugjat i Burundit në Tanzani, e ishin shku në Australi, e kish lujt atje për kombëtaren, e o shku në Bayern, nuk ka mujt me lujt, e ka nuazun Zvicër, s'kish mujt, o shku tash të lujt në Watford, edhe që tash, a ish një lojtar shumë i mirë, me parametra shumë mirë, një shpejtësi fantastike, edhe tash sigurisht i vjen mundësia që është ky lojtari Irakunda, Nestor Irakunda. Ish një lojtar fantastik, një lojtar shumë i shpejt, moti nuk kom pa lojtar ma shpejt, edhe sigurisht tash do t'i merë dhe. A mundu me qenë kë edhe befasia ndoshta e këti kampionati botror? Mon me qenë, se na jemi konë dëshmitar që... Se gjithë janë të folë, do me thonë, për këtë Jaloshin që është super fantastik edhe mundet. Pa i golin që e ka bo kë, do me thonë, golin që e ka bo kë, me gjithat shpejtësi, me një finishing që është në zhargonin e futbolit fantastik, do me thonë,